Kemi një pyetje për gjithë juve sot në lidhje me një temë që duam diskutojmë në klubin e mëngjesit dhe është fakt tani, është e kot edhe ta fshehesh edhe të fshihesh, por që ka një krizë ekonomike, kjo nuk është as lajm. Sa janë rritur vetë çmimet. Janë rritur vetë çmimet, por duke filluar që nga letra higjienike. Vërtet? Po. Këtë ke hasur ti si vërtetësi? Jo, gjitha çmimet, jo vetëm ajo. Sepse fjalën duke filluar nga kjo. Është domethënë se që ti e përmend të parën gjithsesi, sepse un kam një pyetje, duke ditur që gjërat po shtrëngohen financiarisht dhe ekonomikisht për shumë familje shqiptare. Mund të kemi më pak para, mund të kemi të njëjtën shumë ose më shumë para në dorë, por që blejnë gjithmonë më pak, që kanë më pak vlerë ekonomikisht dhe financiarisht në farë mënyre. I bie që ti të kursesh diku. I bie që ti të ndryshosh deri në një farë niveli atë mënyrën se si jeton, mënyrën se si shpenzon paratë tua. I bie që disa gjëra që përpara i bleje të mos i blesh dot. Por që prapë edhe të kursesh në këtë formë është pak e vështirë. Të kursesh jo për të kursyer para, por thjesht që të dalin ato. Do kursesh në disa gjëra për të shlyer disa të tjera. Pyetja është për gjithë ju që keni familje apo që punoni për të mbajtur veten tuaj. Nuk e përfshin ata që i kanë pa hesap edhe që nuk e vrasin mendjen, sepse krizat në fakt prekin më parë të varfrit, pastaj stresat e mesme dhe në fund fare, ndoshta atë që më shumë raste jo, sesa po e ndjejnë ata që janë shumë të pasur. Nëse e ndjeni shtrëngimin e krizës ekonomike, si kurseni, çfarë eliminoni nga shpenzimet tuaja të zakonshme, është pyetja. Edhe është e ditur që gjërat, për shembull udhëtimet, këto e psojnë të parat. Darkat për jashtë, nëse ti do të drekoje për shembull një herë në javë me familjen apo do haje dreka ose darka, nuk e di, me shoqërinë. Lëvizjet familjare për shembull gjatë fundjavës eliminohen. Këto eliminohen, kinema eliminohet, koncerti eliminohet, teatri gjithashtu. Gjërat e qefit eliminohen, daljet kështu sporadike eliminohen. Po, në një masazh, ku diun tash, nëse kishte ndonjë që bënte masazh, mund edhe që ta se fillon nga qefi, se s'do eliminosh bukën, nuk do eliminosh sapunin. Nuk do shkosh më në palestër, për ata që mund të shkonin deri më parë. Të filloj ushtrim në shtëpi. Altini do të blente më pak letër higjienike, nga sa kuptova unë. Unë kam filluar të blej edhe me gazeta mund të filloj, merr tash si di. Kam filluar të blej më pak libra, për shembull. Prandaj merr këto letrat që printojmë ne në gazeta më ndryshme, i merr në shtëpi në fund ditës. Po ai më thot mua se po kursen letër e riciklon, po nuk e di tash, jam fort i sigurt. Ti çfarë do të eliminoje? Nëse do duhet ti që ose nëse ke filluar të heqësh dorë nga ndonjë gjë, çfarë është kjo? Po këto aktivitetet kulturore, të paktën nëse dikur i ndiqja të gjitha, tashmë mund të ndjek vetëm një apo dy prej tyre. Se s'dalin paratë, është për më ngushtë me paratë. Kuptohet. Librat gjithashtu. Mund kursesh edhe brenda në familje, por që nuk duhet të bëj listën tani se i bie mund të jetë shumë e gjatë. Që kursen familja? Po, normal. Sigurisht. Grosha shfaqet gjithmonë më shpesh në tryezat tona. Mirë, tani justifikohet kjo nga që është ftohtë, kështu që jemi në rregull. Jo, vetëm që është ftohtë, por që është edhe e shëndetshme, thonë kështu, pa mish. Janë gjitha këto ka proteina, ka kaloritë, po. Po, grosha shumë e mirë. Unë vetëm te grosha nuk duroj dot. Fredi pyet shefin nëse është ende i punësuar apo jo. Tani që u bën plot 27 ditë që shefi as nuk e kërkon në zyre, as nuk e telefonon, Alfred Zakonllolci ka vendosur ta pyesë nëse është ende i punësuar. Un kam një 3-4 javë që bëj pall gjithë ditën. Vi në punë ande nga ora 9 dhe iki nga ora 11:30, po tani që po afron ditë rrogës, po më ka pak thibrese, mos më ka nequr fare, na thot i mërzitur zoti Zakonllolci. Ai na shpjegon se palla e ariut që ka bërë këtë muaj mund t'i dalë nga hundët. Ndërkohë, gazetarët tanë, natyrisht investigativ, mësuan se Alfred Zakonllolci do ta telefonojë shefin sot nga ora 10 për ta ftuar për një kafe ku do ta pyes për dy gjëra që ai nuk i di. Nëse është i punësuar dhe cila është detyra e tij. Me që jemi tek dhuratat, unë dua t'ju them se siç mund të dëgjoni. Blendi do më japësh mua, Blendi do më japësh mua, të lutem. Ty se kam përfituesit. Blendi, të lutem. Është përfituesi Altin Boll, më lutet tash. Shikoj, në dorë kam një telefon Vodafone. Se kisha parë më thënë drejtë nga afër. Ky është telefoni që njihet ndryshe si Vodafone 5555 Blue. Dhe ndryshe e ka atë emrin Friends Fun dhe Facebook. Friends Fun Facebook.
quhet, është nga Vodafone, do të jetë dhuratë për ju kemi jo një, por kemi disa të tillë që do t'ja japim në ditën e vazhdimit, duke nisur nga nesër. Në këtë kohë krize, është shumë i mirë. Është një dhuratë e çmuar. Për gjithë juve që komunikoni me Facebookun, sidomos, ky telefon do të jetë një mrekulli e vogël që e mban në xhepin tuaj. Ka një goxha ekran të gjerë me ngjyra që mundet që ta nuk e ndes tani se ky është fringo i ri, është akoma në qese, siç mund ta dëgjoni. A them diçka tjetër? Po, urdhra. Të lutem, do më japësh mua? Jo, të lutem. Them dhe unë diçka tjetër? Të lutem Olta. Ai është bërë posaçërisht për mua. E di që është bërë për ty, po dhe ti Olta s'do e marrësh. Do ta marrë dikush tjetër. Mund ta ketë emrin Olta, ndoshta i pëlqen asaj, do t'i japim asaj këtë telefonin nga Vodafone miq dashur. Është për pyetjet e quizit që do të kemi në ditën e nesërme dhe më tutje. Dhuratat nga Vodafone. Ky telefoni vjen bashkë me një kartë, Altin ka dhe kartën SIM me vete. Wow. Ka 400 minutat e para, 400 lekë vlerë fillestare dhe 500 SMS në fillim, po duhet regjistruar mbasi ta merrni këtu në klubin e mëngjesit. Gjithashtu, dhuratat 3G nga Vodafone janë këto të komunikimit 3G. Janë këto USB që futen në laptop, nëse ti shkon në mal, ku ke qejf që të shkosh her pas here në shpellat e ndryshme, mund të marrësh këtë me vete, e lidh me laptopin tënd dhe lidhesh me internetin me shpejtësi të lartë. Edhe më në fund të ëndrat bën realitet. Imagjino brenda në shpellë duke parë YouTube. Kjo nuk e kisha ndruar. Këto dy janë dhuratat që miqtan tek Vodafone janë treguar shumë bujar dhe na kanë sjell neve këtu në studio që t'ju japim juve miq dashur, kështu që vazhdoni të luani me lojrat tona sepse do të keni shansin që të fitoni këtë telefon të mrekullueshëm, Vodafone Blue 5555, që është i bërë për Facebookun, edhe tjetrën që është Vodafone Mobile Broadband, siç quhet në 3G, janë shumë të mira, janë shumë moderne. Tregoj një histori interesante, ja se çfarë janë gjendje që të bëjnë disa njerëz në lidhje me pamjen e tyre dhe pamjen e vitheve të tyre. E dini që te gratë vitet janë të rëndësishme. Ka dalë edhe moda tani që ti kesh si Jennifer Lopez. Por që ishte problematike kjo edhe për meshkujt. Tani ka dalë moda J-Lo on the flow. Nuk është fare problematike. Jo, që problematike si kanë dhe ti ribojnë, ëh? Jo meshkujt. Jo meshkujt me njëri, tani lëri meshkujt. Ky mashkull është ai që administron injeksionin, kurse pacienti Okej, thash se kishte bërë një injektim të tillë një mashkull. Është një vajzë e re e cila ka shkuar në spital me dhimbje të forta të stomakut dhe lloj-lloj gjëra tjera në gjithë trupin, thoshte dhimbjet ishin padurueshme dhe në spital kanë zbuluar edhe pse kjo nuk ka pranuar. Doktori, o vajzë, ti nuk ke probleme me stomakun, ti ke problemin me Po. Shikoj se çka bër kjo. Kjo ka rënë dakord me një person 30 vjeçar që quhet O'Neil Ron Mori, i cili i ka marrë $700 kësaj për t'i bërë injeksione në vithet, të cilat supozohet që do t'i afrynin vithet dhe t'ia bënin më të Po ky nuk ishte mjek, me sa duket, ë? Me sa duket nuk ishte mjek fare, në fakt është gjetur se ai injeksion që ky i ka bërë kësaj ka pasur brenda Altin Cimento. Cimento super glue ose ajo që njihet të rëndom këtu në Shqipëri si Atak. Ajo ngjitja Atak ka pasur një vaj mineral dhe materialin me të cilin ngjiten gomat e makinës. Ky ky punonte kështu në si quhen ato? Oficinë makina apo ka qenë gomist ndoshta, ku diun se çfarë, por që merrte tashin ky materiali që ngjit gomat e makinave është një material i cili kam përshtypjen unë se bymehet. Pra futet në vrimën e gomës dhe pastaj zgjerohet atje për ta bllokuar komplet këtë. Ky domethënë kishte lënë edhe një siç kanë rrotat e makinës i pam pastaj këtu jashtë me një shirinë. Procedura është bërë në shtëpinë e këtij personit, $700 ja ka numëruar ajo kesh, ja ka dhënë dorë, pastaj është shtrir barkasin në një tavolinë dhe ky ja ka mbushur të dyja mullaqet me këtë gjë kaq të çuditshme. Kjo ulej më pastaj kanë përshtypjen. Kjo vajza jo vetëm që sulej, por kjo s'rinte dot as shtrir as sepse ka vajtur me dhimbje të jashtëzakonshme thon të barkut dhe të pjesëve të tjera të trupit. Spitali e ka marrë vesh diçka dhe kjo e fshehte. Nuk tregonte se çfarë kishte. Dhe e dinte, i kisha vajtur mendje që shiko bëra këtë gjë, tha dhe ma dha, o zoti ma tha ku vajta unë te ky, o zot pse e bëra unë këtë? Pse e mbusha trupin me cimento dhe me super glue, me Atake dhe me lloj-lloj gjërash ndryshme që ka dhënë ky personi. Është një problem i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm në përbot, ku njerëz po dalin edhe po ofrojnë injeksione për fryrje buzësh e për fryrje vithesh, ka më ndryshme në. Sa doktori, më vajz, me çe mbushu kot të fundit. Shikoj. Jo më doktor, s'kam bërë asgjë. Çështja ishte që këta lajmëruan organet shtetërore këta spitalit, por kjo vajzë u largua përpara se të mbërrinte policia. Vazhdon ta mbronte akoma. E mbrojti atë në një farë mënyrë. Nuk mi ka prekur. I vjen zor se si ta pranonte tash që po unë kam beton. Kur ule munule. Kështu.
Edhe çfarë ndodhi është që u deshën gjithë këto që nga marsi i këtij viti deri tani në nëntor që të zbulojë se kush ishte personi O'Neill Ron Mori. Fal, kam një pyetje. Sa vite të tjera ka betonizuar ky njeri? Ky shumë Altin, por nuk e di tani, shiko, ka një gjë që në këtë vit u vdiqin krua. Harrova emrin se kishte. Kjo e ka bërë në një hotel në Filadelfia, të njëjtën gjë. E mbushi dhe kjo? Nga një njëti person apo nga person tjetër? Shiko, kjo ishte një 20 vjeçare nga Britania e Madhe, quhej Claudia Adretoimi, e cila vdiq thot mbasi bëri një ndërhyrje kozmetike në atë që quhet Botox ose vithet, e cila u bën në një hotel në Filadelfia. Pasi bëri një ndërhyrje tek oficina e si e kishte ky neon. Waleska Castillo është arrestuar gjithashtu në New York këtë vit për shkak se edhe kjo bënte injeksione pa pasur fare licencë mjekësore. Ndërsa një doktor që shprehet në këtë është një zotëri që quhet Dr. Felman Eves, tani po flasim për doktor. Ai thotë që shiko, thotë nuk mund ta bëni kurr këtë, thotë. Pa pasur, shkoni te një doktor. Kjo mund të bëhet, nuk është një procedurë kush e di se çfarë, thotë me yndyrën e trupit, me yndyrën e trupit funksionon fare mirë që bën injeksione të dhjamit në këto. Por thotë absolutisht i do që të jetë një mjek i licencuar kur ta bën këtë dhe jo dikush kuptohet që nuk e ka haberin se si funksionon. Po ku I ka gjetur një, ka thënë. Me çimento është e tmerrshme. Me çimento, po. Me çimento dhe me atak, që të mos lëvizin nga vendi. Brenda atë, s'e po mendon ky o zoti i. Kam një lajm, kam unë një lajm shumë interesant, po që vjen nga aty afër. Ka të bëjë me vendin tonë. Lajmi vjen nga Greqia faktikisht, ku policia greke është vënë alarm sepse një drogë e re është duke qarkulluar në Greqi. Njerëzit Lazaratus kanë filluar që krizën në vend ta mbysin me këtë lloj droge. Droga quhet fentanyl. Pikë T dhe nul bësh për një farë kohe. Çfarë është kjo? Ky është medikamentin fjalë, pra I cili ka gjetur për hapi të gjerë kohë të fundit, por policia greke thotë që kjo drogë ka përardhje nga Shqipëria. Nga Shqipëria, Shqipëria dhe Bullgaria. Ne s'e kemi dëgjuar ndonjëherë kurrë këtë gjë. Nuk e kemi dëgjuar. Kjo drogë ka efekt, domethënë tek ata që e pin 50 herë më të fortë se ai I heroinës së bardhë. Wow. E kupton? Jo. 50 herë më të fortë. Nuk arrit ta kuptoj. Dhe prodhuesit dhe përdoruesit të drogës preferojnë më mirë që të pinë fentanylin. Po fentanylin e pike, nëse ka angrihesh më me këtë apo? Besoj se po. Thotë shanset më të mëdha që jo. Jo, preferojnë vetëm për një arsye sepse është më e pastër dhe nuk ka shumë përzierje. Është pa përzierje, pa përzierje fare. Edhe që të bëka kështu, gozh në mur. I ngulur atje. Prodhohet në vendin tonë. Hajde varni xhaketën kom se jam kështu sot. Kam bër fentanyl. Kështu që kujdes. Po ju ra ndor fentanyli, duhet dini ta përdorni. Grekët thonë se ka përardhur nga Shqipëria. Nga Shqipëria dhe Bullgaria. Nga Shqipëria dhe Bullgaria. Po zonë kanë bash. Por që kuptohet. Që kuptohet që është kështu. Po që mund tjetër apo çfarë është kjo? Fentanyl. Po thonë një gjë për shkakun nga se del nga sabime. Është 50 herë më e fuqishëm se heroina nga lulet e gomarit. Dhe 100 herë më i fuqishëm se morfina. 100 herë më i fuqishëm se morfina. Putja kod, kishte nga drogë. Me sa shohun këtu. Nga planeti Saturn. Me sa shohun këtu në internet. Ne drejtosh teleskopin Saturnit e do ta thithësh fort. Po pra. Është në formë të pluhurit, me sa po shikoj unë në internet. Pse pas ka dhe fotografi? Po, ka fotografi. Ku kanë të shesh Skënderbej? Jo, ndoshta. Me që nga prejari nga Shqipëria, kështu. Unë jam fentanili, më shërë. Wow. Mirë, do të them pas pan klubin e mëngjesit të vrasim mendin për këtë fentanylin tani që pas ka bërë namin në Greqi dhe kanë këta që kemi 50 herë më fort se heroina dhe 100 herë më fort se morfina. Dakor. Dihet që meshkujt dhe femrat kanë ndryshime nga njëri tjetri, jo vetëm biologjike, por edhe në mënyrën e të konceptuarit apo të sjelljes. Unë do t'ju tregoj 4 modele të sjelljes që bëjnë meshkujt. Që femrat nuk duhet të mërziten sepse shpeshherë ka grindje nga meshkuj. Kështu jemi ne. Domethënë shpeshherë krijon konflikte brenda familjes apo brenda një çifti vetëm për këtë arsye. Po nis me modelin e parë. Po modeli i parë. Mos e ngusni partnerin tuaj derisa është duke punuar, duke u marrë me diçka. Ç'do të thotë? Shumica
Shumica e femrave. Mos i fol në dorë. Po pra, Mos i flisni, mos u ngacmoni. Shumë. Shumica e femrave janë në gjendje që në të njëjtën kohë të telefonojnë, të gatuajnë, të lajnë enë, të bëjnë disa gjëra njëkohësisht. Por për meshkujt nuk është kështu. Ata fokusohen vetëm në diçka derisa ta përfundojnë atë dhe nëse nuk ju kthen përgjigje kur ju e pyesni, atëherë mos u mërzisni për këtë. Tani po shikojmë ndeshjen. Lëreni të shikojmë ndeshjen, mbarojmë ndeshjen dhe të përgjigje. Sepse nëse ju mund të jetë po e ngacmoni, ai do të bëhet nervoz dhe ndoshta agresiv. Modeli i dytë, mos insistoni që t'ju shikojë në sy. Pra nëse ju patjetër doni të ndani diçka me partnerin tuaj dhe ai është duke bërë ecejake në përdhom apo nuk po shikon tek ju, mos u mërzisni për këtë gjë. Unë të shoh në sy. Meshkujt bëhen nervoz gjatë bisedës kur i shikoni në sy, por nëse nuk e bëjnë këtë gjë, nuk do të thotë se nuk e ka mendjen tek ju. Sigurisht e ka mendjen tek ti, po. Për këtë shkak thot mos e kritikoni më nëse nuk ju shikon në sy. Megjithë kjo thot është diçka që aty ndodh është biologjike e tilla. Të shoh në sy, është dhe titull filmi. Tjetra. Është modeli i tretë, mos e detyroni që të flas për ndjenjat e tij. I trembë gjithë teleshikuesit Lali, në portin nga afër. Pra modeli i tretë është Blendi që mos e detyroni partnerin të flasë për ndjenjat e tij. Kjo nuk do të thotë se partneri nuk ka ndjenja, ose nuk i do. Jo, nuk po flasim për atë. Nuk ka ndjenja, por thjesht se nuk di si ti ndajnë me të tjerët. Dhe është vërtetuar shkencërisht që femrat janë ato që flasin më shumë, 25.000 fjalë në ditë, ndërkohë që meshkujt flasin vetëm 12.000 fjalë në ditë. Dhe kjo do të thotë që atij duhet pak kohë për të menduar se si ti ndajë gjërat me të tjerët. Po pra këtë po thosha dhe unë. Kur partneri të pyet zemër, çfarë ndjen për mua? Mos e pyet pra. Mos e pyet, sepse ai e di se çfarë ndjen. Ti mund të thash, "Lëre mos e pyet, se s'ndjen për ty për shkakun." Ajo s'ka pse të pyesja ose s'ka pse të pyesë sepse meshkujt zakonisht e kanë të vështirë. Mos më ofendohem që them ti se di se çfarë ndjen për ty, po më ofendon. Po çfarë burri kujton se jam? Që më pyet për ndjenjat e mia për ty. Mund ta kthesh edhe kështu. Do të jenë kështu, për te pse janë në pikpyetje ndjenjat e mia për ty. Dhe modeli i fundit thotë mos prisni gjithmonë që t'ju kërkoj falje. Po pra. Pra nëse ndodh diçka, normalisht meshkujt e kuptojnë që mund ta kenë ata gabim, por nuk është se ata e kërkojnë me fjalë. Një shprehje e urtë thot, por sillen në formë të tillë që t'ju bëj të kuptoni që ai po ju kërkon ndjes. Pra mos prisni që t'ju ja thoj me fjalë, por shikoni se si është duke u sjellë në atë moment. Se një shprehje e urtë thot, burri që është burr nuk kërkon falje. Kurr në kurrës. Miq, bëuni gati nesër në klubin e mëngjesit do t'japim dhuratë këto telefon të mrekullueshëm. Këto dhe mos e përmend më. Vodafone Facebook nga do t'i vjedh kur dal nga studio. Altini po qan në këtë moment. Vodafone Facebook nga Vodafone, bëuni gati nesër. Prini, dua që të jeni në gjendje që të nuk e di tani para përgatitjes sot lexime të librave të historisë etj. Ky telefon fantastik është sa i bukur, si bardh. Shumë i bukur. I thjesht shumë i mbajtshëm në dorë, i lehtë. Baterinë ka të madhe brenda, po nuk po i hym brenda se është juaj, nuk është imi. Kështu që nesër bëni ganti për të fituar këta në klubin e mëngjesit nga Vodafone, edhe 3G i kemi gjithashtu për të lidhur me internetin kudo që të jeni miq.